Përkrani protestin e sotme që ka mbajt në Tiranë? Nuk po tham 50%, po milion %. Kur nuk është vonë, për një diçka do thotë që populli duhet me ditë edhe më vedisu se kjo punë nuk është diçka do thotë që nuk duhet më u bo. Ato njerëz janë të pafajshëm, krejt njerëzia e dim për këtë punë, edhe ne e dim, mirë po politikat janë disa gjana do thotë që realisht i bojnë për pojana ditore. Ata njerëz që janë atje, ata janë çlimtarë dhe realisht e kanë bërë një luftë për ne sot jemi këtu. Tash se si bëhet kjo punë në gjyq, është pak problem, po ne nuk i besojmë. A mendoni se ka bërë qeveria mjaftueshëm për ta? Asçka jo, që kjo qeveria. Tjerat ndoshta kanë mujt me bë, po përpara se me ra këta në burg, këta kanë qenë gjithmonë do thotë aty. Por sa kanë bërë kjo qeveri për çlimtarët, asesi jo. Ne mendojmë se ata kanë me dalë pafajshëm, sepse janë pafajshëm. Kanë bërë një diçka do thotë për ardhmërinë e juaj, sikur ne që kemi bërë diçka krejt. Por me bërë diçka do thotë që duhet për me bërë qeveria dhe krejt shtetet shqiptare, që unë e pëjquj shtetet, sepse jemi shqiptar, pak shumë kanë bërë. Në këtë rast Edi Rama ja ka dhënë një kupoll që duhet me u vedisu krejt tjerët edhe me thonë shumë mirë ku ka bërë kjo punë. A përkrani protestin e sotme që ka mbajt në Tiranë? Gjithqysh. A keni pasur marrë pjesë sepse nuk keni? Valla, une pak i kom 68 vjetë pensionere me shku, se më ka shku, menja me shku, se më duket pa pagesë ka qenë organizimi shumë mirë, po do të lashën, a i kemi të pleshtë. Besoj që është shumë e qëllume, mos po ndikon pak në opinion, për ndryshe nuk mundet me mirë, po është e situata, zdi, ju kujtohet ju Avni Rustemin, për shembull, kur ka qenë të denu atje në Paris, ka ndiku opinioni i popullit. A mendoni se duhet të bënte diçka qeveria lidhur me ata që po mbajnë? Patjetër më shumë. Kanë bërë diçka, kanë bërë do pagesa, po duhet me dhonë sikur me marrë model Kroacinë që ka bërë Kroacia, për shembull, për Gotovina ka qenë një general atje, ka qenë një general i Kosovës, Rahim Ademi, që ka luftuar në Kroaci, kanë lënë para atje qeveria, edhe kanë pritë sjos, edhe kanë lirua. Duhet me dhonë ma shumë, kanë dhonë duket 30 diçka milion për flitit, po sot nevojitet se do janë tërhiq disa avokatë sa, si mas mjetë të informimit prej këtij procesi, sepse pagesat, ata i dojnë pagesat, a dash me bo pak ma tepër. Është ai ligji mi u pagua avokate ato gjana, po diçka kanë bo, po ma tepër, gjithçka dash me bo. Se na që për 1912 kemi me qashtu, na ka ardhur rast, jemi çliruar, e kanë edhe heq luftën, dikush ka shku në Turqi, biznesmenat i kanë qenë familjen anena kënena, këta kanë luftuar. Gabimet mas luftën, nëse kanë bërë ato gabime, ajo diçka tjetër. Për ndryshe si luftar kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm. Por mirë, na që vite duhet me konë gjithsesi. Pa gjithësisht ato plot fuqishme është. Po inshallah kthehen e bive që banën se 5 vite që mos të tjeve, e që mos që ta se me pas mësi i noti tjera mos me përmene emnet këtu asë një sekundë mos s'ka pas nevoj me shku atje. Po i vëllaj qeveria, teja, qeti, këtë qeti na ketë, që ka jemi djemonë Kosovë, s'kemi pas dëshime shku atje, po se i forti djemonë pe i banë ato shka duhet me bo.